Përshëndetje. Një ide mund të lindë në një zyrë, në një auditor, nga një teori e shkruar në libra, por mund të lindë edhe duke parë, duke takuar, duke bizetuar me njerëz të thjeshtë të ndershëm, njerëz që kanë punuar për rreth 40 vjet dhe kur vjen mosha e pensionit pyesin veten: a ja vlen të gjithë ky mund vallë? Kjo pyetje më ka munduar për shumë kohë. Çdo shoqëri, kur bëhet fjalë për pensionet, bazohet në dy shtylla, ose në dy vlera, tek puna dhe tek solidariteti. Kur për arsye të ndryshme roli i punës dobësohet, nuk mund të financosh solidaritetin. Dhe kur haron solidaritetin, puna humbet qëllimin e saj njerëzor. Sfida nuk është të zgjedhësh njërin ose tjetrën, por po të shikosh se si kombinohen në kohën e sotme, vëren se nuk mjaftojnë për një pension dinjitoz. Pikërisht kështu lindi ideja e kumbaras së pensioneve. Lindi për t'i dhënë përgjigje pyetjes si mundet e gjithë ekonomia çdo ditë të sigurojë njerëzit e saj. Duke prodhuar, duke investuar, duke bler diçka, duke kërkuar kuponin tatimor, krijohet vlerë. Pra, përse një pjesë të vogël të kësaj vlere mos ta bëjmë themelin për një pension dinjitoz? Përse të mos krijojmë një mekanizëm transparent, të matshëm dhe mbi të gjitha, të ndershëm për të gjithë. Në këtë mënyrë, puna pushon së ndëshkuari. Biznesi krijon hapësira të reja për të rritur. Punojësit shikojnë paga më të mira, ekonomia bëhet më e fortë, në të njëjtën kohë shoqëria kujdeset për të moshuarit e saj. Kjo nuk është thjesht një mënyrë e ndryshme financimi. Është një mënyrë tjetër të së menduarit. Ky është solidariteti produktiv. Një solidaritet që nuk pret të lindë problemi që të reagojë, por ndihmon në rritjen e prodhimit dhe të pasurisë, në mënyrë që shoqëria të kujdeset për moshën e tretë. Solidariteti produktiv nuk e shikon punën si burim taksash dhe kontributesh, por si forcën më të madhe krijuese të pasurisë, të zhvillimit dhe të mirëqenies së shoqërisë. Pra, nuk e shikon punën si portofolin e shtetit, por si motorin për rritjen e prodhimit. Unë nuk ju kërkoj detyrimisht të dakordsoheni me mua, por do t'ju lutesha të mendojeni pak dhe të bëni një pyetje vetes. A mund të imagjinoj një sistem më transparent, më të drejtë, më të qëndrueshëm për brezat që vinë? Nëse përgjigjja juaj është po ose ndoshta po, ja vlen të diskutojmë. Nëse mekanizmi që propozoj nuk qëndron, mund të arrëzojmë me argumente. Por nëse ka qoftë edhe pak vlerë, ja vlen ta përmirësojmë të gjithë bashkë. Sepse ndryshimet e mëdha nuk është e thënë të vinë pasi të dakordsohemi të gjithë që në fillim, por mjafton që dikush të bëjë një pyetje ndryshe, të dalë jashtë mureve të kornizës ku lëviz shumica. Ju faleminderit.